Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të reduktojnë përmasat e ushtrisë duke larguar përgjatë 2 viteve të ardhshme 40.000 trupa nga radhët e saj. Lëvizja që synon uljen e shpenzimeve parashikon edhe shkurtimin e stafit të punonjësve civil me 17.000 vet. Zyrtarisht plani do të njoftohet nga fundi i javës. Brenda vitit 2017 nisma pritet ta ul nivelin e trupave amerikane në 450.000 ushtar. Në kulmin e konflikteve në Irak dhe Afganistan në 2012, ushtria amerikane numëronte të paktën 570.000 trupa. Një tkurrje e tillë drastike ka qenë në tryezë që prej fillimit të vitit 2014, kur shefi atëhershëm i Pentagonit Chuck Hagel propozoi rrudhjen e personelit ushtarak pas 2 luftrave mjaft të kushtueshme jashtë kufive. Ekspertët mendojnë se shkurtimet mund të kompromitojnë aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të reaguar në konflikte. Në këto kushte, sipas tyre, Amerika mund ta ketë më të vështirë të fitojë një luftë. Rreth 10.000 ushtarë do të qëndrojnë në Afganistan, pasi planet për një tërheqje graduale u shtyn deri në 2016. Në Irak ka një personel ushtarak prej 3.500 vetësh, që po ndihmon forcat irakiane në betejën kundër Shtetit Islamik, ndërsa ka edhe ushtar amerikan të angazhuar në trajnimin e rebelëve sirian kundër ISIS-it. Por të martën u mësua publikisht se në të vërtetë janë duke u stërvitur vetëm 60 sirian. Me lëvizjet e parashikuara në ushtrinë amerikane, niveli i stafit të saj do të jetë më i ulti që prej 1940-s. Një vit përpara se Shtetet e Bashkuara të hynin në luftën e dytë botërore, numri i ushtarëve të rregullt të tyre ishte diku tek 270.000.